sot ndodhemi në kompaninë Mehmetaj, edhe do të flasim për një risi në tregun e ushqimeve të bletëve. Mund të thuhet që përse po flasim për ushqimet, po bleta i merr gjërat në natyrë. Problematika e bletarisë shqiptare me ndryshimet e mëdha klimatike ka qenë shumë e madhe, sidomos me faktin që pranvera ka qenë gjithmonë në oscilacione të mëdha me ulje rritje temperaturash, edhe çdo ulje temperaturash sjell problem, ka mungesë nektarin, mungesë polenit tek bletët, edhe po që se bletët nuk arrin fillimin, thjesht që ai vit pastaj shkon pa provim dhe blet mundin e gjithë bletarëve. Gjithashtu, ne kemi sezonin verore në kundërshtar të 100 territorit të vendit kanë problematika të mëdha që lidhen me mungesën e nektarit për thirrje të fatësirave të mëdha dhe kullotave që mbarojnë shumë herë. Dhe fundit është përgatitja e bletëve për dimërim, që është muaji shtator për zonat e larta dhe muaji shtator dhe gjysma e parë muaji tetor për zonat e ulta, që bleta ka nevojë për ushqim me qëllim që ty e shëndetshme, edhe sa më shumë kemi bletë shëndetshme, aq më larta kemi përgjegjësinë për sezonin e ardhshëm. Sot do të flasim për një risi që është ushqimi fondana, i cili deri 2-3 vite më përpara është prodhuar nga kompania më prestigjioze në Europë. Edhe ky lloj kandi, që është një ushqim i ngurtë për bletët, ka veçorinë që është pa shtesa ushqimore dhe pa konservant. Pasi dim që bazuar në legjislacionin për ushqimin, çdo produkt që është përdoret për ushqim për botën shtetërore duhet jetë në të njëjtat norma siç janë produktet për konsum human. Veçoria tjetër është që ky lloj produkti prodhohet vetëm nga sheqeri panxari. Ka një teknologji me temperatura të ulta, janë linja me një nivel shumë të lartë të sterilitetit gjatë punës, sepse janë të gjitha materiale inoksi edhe me precizion shumë të lartë. Dhe ajo që është në risia e këtij produkti është që bletët e marrin shumë mirë dhe nuk ka asnjë humbje gjatë kohës që merret. Shton shumë mirë thirrjen dhe bën zgjerimin e kolonive të bletëve në pranverë. Po ashtu, për ata që merren me provimin e shtesave është një domosdoshmëri gjatë fundit muajit maj dhe gjithë muajin qershor, sepse ato kanë nevojë për gjithmonë për ushqim dhe një ushqim i ngurtë i tillë shmang edhe griljet, shmang edhe problematikat kur ka fatësira. Ky ushqim përvetësohet 100% nga bletët dhe duke qenë se e përmendëm edhe pak më parë, nuk ka shtesa ushqimore dhe nuk ka dhe konservant, nuk lë asnjë mbetje në shtrua. Qendrata në po që janë shërbimet e veta, një nga shërbimet shumë të rëndësishme që ka është edhe rubrika pyetni eksperti. Dhe brenda 24 orëve nga momenti që juve bëni një pyetje si fermer, si detar, domethënë për problematikat që keni me ekspertët që mësave ju ketë një përgjigje mirë menduar teknikisht dhe një teknikisht për problematikat që keni.